që ja kam thënë gjithmonë. Lojnë pis i vetmi këtu e këtire. A kena mundësi mos me ngacmu tha Mateon, por Mateo mund të ngacmojnë ne. Pis këtu e këtire. Po pse ke frikë flasë? Merre këtë pse ke frikë flasë? Pse ke frikë flasë? Pse ke frikë flasë? Ore pse ke frikë flasë? Unë s'mundem tani se Ore unë s'mundem me ta në burras gru se ishte kështu. Ore pse ke frikë? Jo më jo. Po më leprat marrë. A ke frikë? Po jo më përgjigj. Po më leprat marrë. Po s'më le mërti. Mu përgjigj. Brikena ka fol me edukatën më të madhe. Kurse ti na ke bë si viktim. Ky po na provokon. Unë nuk jem turp. 40 vjeç. Po jo më s'kam lidhje me te për çka ke. As vjet turp. Po vlla çka ke që ti. As vjet turp. Dashur çka ke. A si ke sut balli? O vlla, ka pranu girlfriend boyfriend kjo? A si ke sut balli? Girlfriend boyfriend ishte. A i ke sut balli? O ti, a ke pranu këtë për boyfriend mëj? A ke sut balli? A ke pranu për boyfriend apo jo? I shketi ky e. Po shiqyr pakten që nuk përgjigjesh. Çfarë debati mund të bësh me këtë kur ky s'di të japi përgjigje? Tema mesjetare. Imagjino si trajton ti femrat, si sillesh ti me femrat. Sa i degradum jeti para femre. Mos mo burri 40 vjeç. Çfarë si ke thënë? Burri 40 vjeç që kë nuk ka shajt. Kë s'ka ofenduar. Hajde t'japi koc. Si e ka degeneruar muhabetin? Me paturpsinë më të madhe vjen ky po na provokon se na bën i gëzuar, ky po na provokon se na tha baf mirë, ky po na provokon se po i dha verë. E kupton. Atë ishte për sjelljen e saj dyftyrshme. E kupton sa cekët jeni ju. Me ju bë batuta, bë shaka, na bëni si ti ndinjumet e dhëtë, fillonin shani nga mëngjesit darkët. Nuk i pranoj dyftyrën. Kurse ju vetë, ju shani me mënyrë drejt për drejt ju. E ne jo po ishte provokim, jeni shumë të cekët. Dyftyra s'pranojnë. Jeni shumë cekët. Ajo i ftyrë ka dhe ka ftyrë. Total i pastër, ka ftyrë super yll. Kurse ftyra jote është pasqyrimi i shpirtit i shpirtit tat. Nuk më duket. E kupton? Ftyra jote është pasqyrimi i shëmtuar i shpirtit tat. Shumë mirë mamaj për vete. Aja të ka falë me gjithë edukat. Ti si e drejton në mënyrë më të turpshme. A ke problem? E kupton çfarë mashkulli je ti? A ke problem ti? E kupton çfarë mashkulli je ti? Po jo, a ke problem? Si drejtohesh ti femre? A ke problem? Me çfarë edukate flet? Mashkull më i fortë se ti. Vetëm moral nuk ke. Mashkull më i fortë se ti. Nuk po tregon deri. Njeri, më me burrni se ti jam. Ku e tregon me burrni? Tu marr me femra? Ti je që cekë sa merresh veç me femra. Matrim se ti jam. Ti je 40 vjeç merresh me femra, çfarë burri je ti? Që sakrifikoj më shumë për jetën se ti jam. Burri je ti, çfarë sakrificë ke bërë ti? Tana. Çfarë sakrificë? Që ke zhyt veten. Te tana. Ta kam thënë herë. Kështu si je ti në jetë? Është fakti që ti je zhyt, je bë viktime veprimeve tuaja. Po, faleminderit. Edhe vjen këtu, edhe me menjë madhësi, na thon kam sakrifikuar. Çka ke sakrifikuar? Te tana. Çka ke sakrifikuar? Ti thjesht ke ardhur, çka ke bë? Je degeneru. Ke tregu mos respektin më të madh ndaj femrave. Po pse jam këtu te gjashja? Pse jam gjysmë finale? Po ta them ne herë. Pse jam mër? Ty të kanë marrë veç për ato ngacmime provokimet si kavje. Pra ka bati pa deri në çfarë pike deri ç'është njerëzit e tjerë. A kam kry pra punën? Prej faktit që ti... A kam kry? Ti kamuflosh ke fjalla loj, për të justifikuar sjelljen tatë të pisët. A kam kry punën, o Mateo? Fjallorin tatë keq. A kam kry punën? Që tash nga funi, shumë raste ke thënë. Unë jam ky, unë jam vetë, ja gjykojmë për këtë që ky pra je.